Krishti u ngjall, vërtet u ngjall. Me këtë përshëndetje, besimtarët ortodoks urojnë njëri tjetrin gjatë periudhës së Pashkës. Kjo përshëndetje shpall thelbin e besimit të besimit ortodoks. Ngjalljen e Zotit, Perëndisë dhe Shpëtimtarit Jezu Krisht. Kjo përshëndetje i jep shpresë e kurajo për të gjithë, duke i trajtuar besimtarët se pas kryqit vjen ngjallja dhe pas vështirësisë vjen gëzimi. Të dielën e parë pas Pashkës kujtohet apostull Thoma, që ishte një nga 12 dishepujt e Krishtit. Kur Krishti i ngjallur t'i shfaqej apostullëve, Thomai nuk ishte me ta dhe dyshoi kur i dhan lajmin apostujt e tjerë. Pas 8 ditësh Zoti Jezu Krisht u shfaq përsëri apostullëve së bashku me Thomain, i cili ishte prezent dhe pasi konstatoi plagët e goshtëve në trupin e Krishtit, pohon besimin e tij duke thënë: Zoti im dhe Perëndia ime. Ky pohim ndodh midis shikimit e besimit, midis dyshimit e sigurisë, midis të vërtetës njerëzore e asaj hyjnore. Ky pohim tregon se besimi është përjetim që bëhet i plot kur njeriu gjen dhe përjeton sigurinë që i ofron Perëndia. Pikërisht këtu gjen kuptim dhe shpreha e Krishtit, sepse më pe, o Thoma, besove, lum ata që nuk kanë parë dhe besuar. Besimi bazohet mbi fakte, shembuj, garanci dhe shfaqjet e Perëndisë, të cilat kanë shoqëruar dhe shoqërojnë historinë e botës. Historia njerëzore është e mbushur me dëshmi të ekzistencës së Perëndisë, mrekullisë të panumërt që janë pjesë e kësaj dëshmie, që tregojnë se ligjet e natyrës janë të rëndësishme për funksionimin e botës, për ata që te i kalohen nga Perëndia. Krishti u ngjall, vërtet u ngjall.